Djali im vdiq dhe la një njollë të madhe blu mbi qilim. Pas 14 vjetësh, kuptova se çfarë do të thotë kjo. Histori e një nëne që vështirë se do ta lë dikë indiferent. Mbrëm kam pastruar tër natën slajm që vajza ime e solli nga diku. Ajo pastroi pjesën më të madhe të asaj rrëmuje ngjitse, kurse unë pastroja pjesën që ishte ngjitur fort dhe ngadalë fillova të mërzitem. Dukej se ishte kudo. Dhe në ato moment më kujtua një situatë tjetër kur po pastroja një tjetër rrëmujë të madhe. Kjo ndodhi shumë vite më parë dhe kujtimet filluan të rrjedhin. 14 vjet më parë. Koha e gjumit po afrohej. Ishim aq të afërt. Isha e raskapitur, isha e përlyer dhe kisha vap. Fal treshes dhe vëllait të tyre 4 vjeçar, këtu ishte gjithnjë zhurmshëm dhe zën. Kisha shumë pak kohë për veten time dhe me siguri kaluan 4 ditë që kisha bërë dush. Çdo moment të jetës time kujdesesha për nevojat e tyre dhe megjithse isha plotësisht e raskapitur, nuk do të doja që të ishte më ndryshe. Duart e mia ishin plot, por kështu ishte edhe zemra ime. Sa po mbaruam ritualin e darkës dhe banjës, mblodha djemt e mi për të luajtur pak minuta para shtratit. Disa këngë u luajtën në radio dhe të gjithë vallëzuan, kënduan dhe luanin me lodrat e tyre. I rregullova shpejt lodrat sepse doja që djemt e mi të shkonin në shtrat dhe të bënin dush sa më shpejt ishte e mundur. Pastaj, në një moment dëgjova një nga djemt të thoshte: "Oh jo!" U ktheva vetëm në kohën për të parë stilolapsin i cili shpërtheu në dorën e njërit nga djemt e mi dhe ngjyra blu filloi të përhapet në të gjithë qilimin. Ai bërtiti i lumtur kur pa ngjyrën të spërkatur në bizhamet e pastra. U trondita kur pash njollat blu që ndotën qilimin ton të ri. Shpejt e thira burrin tim i cili ishte duke larë enët në atë kohë, që të vinte e të më ndihmonte. Në sekond u asarova, e mora djalin tim dhe e çova në tualet për ta larë ndërsa burri im filloi të fërkonte njollat blu në qilim. Isha aq e shqetësuar sa që filluan të rridhnin lotët. Isha e raskapitur dhe zëmëruar. Me të vërtet, shumë e zëmëruar. Nuk isha e zëmëruar me djalin tim, por isha e zëmëruar me veten time që e lash stilolapsin në afërsi të fëmijëve. Jetonim në këtë shtëpi vetëm 6 muaj dhe qilimi ishte përkërkund. Atë natë e fërkuam atë njollë 1 orë dhe nuk mund ta pastronim. Të nesërmen, thirrëm pastrues të qilimave që e pastronin qilimin me mjete të posaçme, por njolla ende mbeti. Ndihesha sikur po më shikonte aq e ndritshme dhe blu. Sa herë që shikoja atë njollë, ndihesha e dëshpëruar. Ishte e shëmtuar dhe plotësisht e kundërt me qilimin ton. Pavarësisht çfarëdo që bëjmë, ajo njollë mbeti. Kjo njollë më dëshpëroi dhe më turpëroi. Ajo më zemëroi dhe më bëri të ndihesha si nënë e keqe sepse lash stilolapsin në afërsi të fëmijëve. Ajo njollë blu ishte një negative e madhe në jetën time. Dhe e urreja. Muajin vijues, biri im i ëmbël, i cili e bëri këtë qilim me bojë blu, u diagnostikua me kancer. Ai vdiq 2 vjet më vonë. Djali im vdiq, kurse njolla blu, ajo ishte akoma atje, duke ma kujtuar vazhdimisht djalin tim. Ishte një kujtesë e vazhdueshme e diçkaje kaq të parëndësishme, diçka që ishte e parëndësishme në vetë jetën. Ajo njolla blu ishte një kujtesë se jeta është e çrregullt, por ja vlen të jetosh. Një kujtesë e vazhdueshme që nuk duhet të shqetësohemi për gjëra të vogla. Një kujtesë e vazhdueshme se nuk janë gjërat me rëndësi, por njerëzit. Një kujtesë e vazhdueshme se aksidentet ndodhin. Një kujtesë e vazhdueshme se duhet të shpëtojmë nga gjërat jo të rëndësishme dhe se duhet të përqendrohemi në ato që kanë rëndësi. Me kalimin e viteve, ajo njollë nuk u zhduk as pak. Ajo dalloheshte mirë në qilimin ton të errët.
E mbuluam mirë me mobilje, por sa herë që lëvizja mobiljet për pastrim nën të, ajo njollë do të ishte aty dhe më dukej sikur po më shikon. Sa herë që e shihja, më merrte frymën dhe më kujtonte humbjen. Kjo njollë që më bëri të qaj, tani më bën të falenderoj Zotin për të gjitha ato kujtime. Ajo më kujton që jeta është e ndyrë. Do të ketë njolla në dyshemen e kuzhinës, uji, peshkut, të artë të derdhet në të gjithë makinën, dritaret do t'i thyej topi i bejsbollit, shportat për larje janë plot, si dhe pjatat që përmbyten e lavaman, gjurmët e gishtrinjve në derën e xhamit dhe ngjyrat në të gjithë tryezën, edhe do të ketë njolla blu në qëllimin e ri. Por këto tollovi, ata do të shfaqen kur do të jetojmë, duam, rritemi dhe kur do të mësojmë. Njollat japin mësim mirënjohje. Ata në fakt janë bekime të maskuara. Dhe e dini çfarë? Uroj që të kisha 1 milion njolla blu në qëllimin tim, nëse kjo do të thoshte se do të kisha edhe një ditë më shumë me djalin tim.